Përshëndetje, miq dhe shikues të gazetës Demos, vetë se jemi në proces zgjedhor. Ka komuna e kandidat që kemi intervistu mirë, po është njëra nga komunat që prej pas luftës është në një hovë të madh të zhvillimit. Me qujt lirisht është njëra prej komunave me mas shumë të investime. Nëse bëni krahasim me Ferizajin, GDP-n pëthoj se ka më të lartë, për shkak se është territori jo shumë i madh, mirë po ka investime mjaft të mëdha, për shkak të asaj arsye se është mes disa komunave dhe qarkullimi është i madh. Por ka dashur edhe fati që prej pas luftës e ka udhëheq veç një kandidat dhe ka ditë mirë se çka i duhet Fushë Kosovës, ka leju investimet, i ka leju gjitha. Dhe sot Fushë Kosova është kryeqendra e zhvillimit dhe e asaj që kanë ardhur edhe prej komuna tjera. Mirë po, si që dini, me njerë pas përfundimit të mandatit 4 vjeçor, kryetari aktual e ka lëshu hapësirën apo vendin që tjetë një kandidat tjetër. Përballë sot e kam personin që edhe emnin e ka si që dojnë edhe qytetarë. Pra, është fjala për Besnik Osmanin, që gjithë qytetarët e dojnë që ai kandidat që ju premton të ketë edhe besnikërinë pasi ta merr mandatin. Për fat mirë, unë e kam në studio, mirë se erdhe zoti Osmani. Faleminderit për ftesën e mirë se u gjetëm. Nashta nuk u ndive pak me emocion që dash do me qyt ashtu do lavdata, po ja vlen kur e kemi njëri që e ka marrë besnikërinë edhe në pozita tjera, ja vlen ka njerë. Po, me thonë drejt, në Kosovë me punu në mënyrë të ndershme, të përgjithshme, nuk është e lehtë, është sfidë. Po atë njëjtin kohë ai që vën mision vetes që t'jap gjithçka që nevojitet për të mirën publike, edhe arrin me sukses me i përballu këto sfida, sigurisht njëjtin kohë është edhe një lloj krenarie. Megjithatë, kjo është gjysma e rrugës, gjysma ka mbetur për të bërë me qytetarët e mirë në komunën e Fushë Kosovës. Po të thëmë kryetar se jenë qatë rrugë. Tu e po që ai parapraku i LDK-s i bëri gjithë to dhe i dha një ehun të madhe LDK-s. Sa e po të vështirë me pranu edhe me marrë atë përgjithësin, po i fut në garës, duke e ditë që kisha një paraprak që e ka rregullu, e ka prun këtë gjendje që është sot Fushë Kosova, që e kanë lakmi shumë komuna tjera, me marrë garën duke di që edhe koha gjatë 25 vjetë, pak nashta mundet me amortizuat elektoratin mirë, po LDK-ja edhe votues të saj në Fushë Kosovë po qëndrojnë. Katër dhe çfarë energjie kishe që e pranove mandatin? A ishte e zëshme? Po kështu, kryetari Berisha ka bë punë të madhe në Fushë Kosovë. Nuk e them unë, e kanë thënë dhe qytetarët duke ja besu 5 mandate si zgjedhën drejt për drejt. Dhe natyrisht për të pasu një kryetar si burimi nuk është edhe shumë e lehtë. Megjithatë, në të njëjtin kohë është edhe një lloj lehtësie sepse ka arritur të sjellë në qytetin e Fushë Kosovës, në komunën e Fushë Kosovës, kapital edhe njerëzor, kapital edhe ekonomik, edhe ky potencial i mirë me një qeverisje të kujdesshme, të efektshme mund të kanalizohet në një drejtim i cili mund të sjellë komunën e Fushë Kosovës në një dimension tjetër, në një situatë të re, për t'i përballuar nevojave të kohës, sepse po flasim për periudha të ndryshme kohore. Unë besoj që kjo mund të arrihet edhe për faktin që tashmë nuk do të ketë një ndryshim vetëm në administratën komunale, në komunën e Fushë Kosovës, po paraprakisht i ka parapri një ndryshime që ka ndodhur në strukturat e lidhjes demokratike të Kosovës. Shumë njerëz të ri e të reja janë bashkuar, e kemi një ekip të mrekullueshëm të kandidatëve për asambleje komunale, një ekip shumë të madh që po punon për fitoren e madhe që do të jetë me 12 tetor, dhe pastaj të gjithë bashku të marrin përgjegjësi që na takojnë në komunë. Sigurisht që neve na mbetet me respektu kontributin edhe punën që e ka bërë zoti Berisha, por të njëjtin kohë na mbetet edhe obligime për të çuar përpara proceset e reja. Cilat janë
ose me qujtë për fillim me njësë, programi politik, ku bazohet edhe cilat janë ato premtime që keni edhe garancit, ose besnikri që ja keni ofru qytetarëve për mandatin 4 vjeçar? E para që unë kam qenë shumë i kujdesshëm, janë parimet me cilat do të shtrohet e do të gatuhet ky program, dhe këto janë 2 ma kryesore. E para që të ruhet e të kultivohet e të zhvillohet më tej demokracia lokale. Sepse për shoqëritë zhvilluara thotë kjo është e domosdoshme si buka uji, prandaj thotë ajo që është bërë deri më tani duhet të forcohet të zhvillohet më tutje. E dyta, le të themi premisa e dytë, është zhvillimi ekonomik lokal, që nënkupton që duhet vazhdojmë një qeverisje e cila është plotësisht liberale, e cila promovon investimet që vinë në komunën e Fushë Kosovës, në rand të parë nga sektori privat, po patjetër edhe investimet publike të cilat vinë nga investimet direkte dhe që vinë edhe nga komuniteti i donatorëve, pa llogaritur mandej edhe vetë buxhetin e komunës. Mbi këto 2 premisa është ndërtuar një program zgjedhor, i cili nuk i shpërfaq dhe nuk i merr përsipër të gjitha nevojat e komunës së Fushë Kosovës, sepse janë më të mëdha janë për te programit, por që është një program me 55 milion euro investime kapitale, me rreth 1.7 milion euro që kanë bëjnë me çështjet e zhvillimit të transparencës dhe të epikshmërisë komunale, dhe pjesën tjetër që ka të bëjë me pjesën e subvencionimit në mënyrë që të përkrahom kategori të ndryshme në mënyrë të veçantë të moshurit, femrat edhe të rit. Ku bazohet cilat janë ato 4 kryesore që në momentin kur bëhesh kryetar kime nisë punën? Ku e ke pa deri tash të marrë pjesë në gjatë fushatës? Ku e ke pa hallin e qytetarëve? Çka ka nevojë qytetarët e Fushë Kosovës? Unë kam provuar të jem i kujdesshëm edhe për 2 vjet të ndëgjoj kërkesat e qytetarëve. Para se të shkruaj programin kam bërë dikon rreth 100 takime, jo vetëm në komunën e Fushë Kosovës. Kam bërë takime me qytetarët tanë që janë në diasporë, në Gjermani, në Itali, në Zvicër, në Austri, në Kroaci, për të kuptuar thjesht si e shohin ata, çka ka nevojë dhe cilat janë pritjet e qytetarëve të komunës së Fushë Kosovës, ata që jetojnë këtu dhe ata që jetojnë në diasporë e na vinë edhe gjatë festave të fundvitit, po na vinë edhe gjatë festave të verës. Dhe mbi bazën e këtyre kërkesave, kam ideu e shkru bashkë me bashkëpunëtorët një program i cili jep një zgjidhje mobilitetit në qytet, në mënyrë që të zgjidhim çështjet që kanë të bëjnë me trafikun, në mënyrë që të zgjidhim çështjet që kanë të bëjnë me mobilitetin edhe të mësuesve, edhe të qytetarëve në jetën e tyre të përditshme. Në shkallën e dytë të japim më shumë, do thotë, përparësi ambientit, sepse qyteti i Fushë Kosovës ka nevojë për më shumë parqe e më shumë gjelbrim, dhe ka nevojë për më shumë pastërti se sa që e kemi sot, dhe në dimenzionin e tretë që të japim përgjigje përfundimtare sistemit të arsimit dhe sistemit të shëndetësisë në qytetin e Fushë Kosovës. Pastaj të kemi kaluar te fshatrat, dhe të fshatrat kemi marrë e skenu të gjitha ato projektet e cilat janë realizuar, cilat janë që duhet kemi fillu këtë vetë dhe vazhdojnë edhe për vitin tjetër, dhe pastaj të cilat janë nevojat e reja, dhe të fshatrat më shumë do të ketë investime përveç ambientit, do të ketë investime në sport, rini edhe rekreacion, do të ketë investime në ambient dhe do të ketë investime për numër të caktuar të fshatrat që kanë bëjnë me qerrët publike. Ku e përmendet një shifër 55 milion. Nga do t'i merrni, ka do të vinë, po e shtoj këtu edhe një pyetje tjetër, duke e di që kryeministrin që kemi aktual fort nuk e ka pas dorën e lirë të komunat që nuk qeveris partia e tij. A është sfida, ka me qenë sfidë për ty edhe qysh kemi a bo në rast se vazhdojnë kemi qenë kryeministër? Ku kemi i marrë këtë buxhet 55 milion? Para se dalë të kjo përgjigja se ku do t'i marrë 55 milion, më lejoni të them që ka disa investimet e cilat janë bën
të qeverisë në komunën e Fushë Kosovës, por të cilat janë investime në rand të parë shumë të vogla në krahasim me kapacitetin e buxhetit. Nëse flasim për një sistem ujësieje në një fshat apo 2 fshata dhe për një qerdhe, deri me tani për 4 vjet, dhe nëse i krahasojmë me komunat e tjera në mënyrë të veçantë, aty ku janë qeverisë nga vetëvendosja, e që referohem vetë deklaratat që i kanë dhënë kryetarët të këtyre komuna gjatë fushatës zgjedhore, ku janë dhënë qindra miliona euro, atëherë jemi ka folur për nanën edhe njerkën në raportet me komunat. E dyta, si komunë kemi qenë shumë të dëmtuar dhe të penguar në realizimin edhe të hyrave tona. Janë dikon përmes vendimeve gjyqësore për kontratat kolektive, e kontratat kolektive parashojnë që të gjitha obligimet do të paguhen nga buxheti i qeverisë dhe jo nga buxheti i komunës. Janë miliona euro që ne po paguajmë sidomos gjatë 3 viteve të fundit, dhe këta miliona euro paraprakisht kanë qenë të aprovuar në Kuvendin Komunal, po pastaj në Parlamentin e Kosovës për projekte konkrete në komunën e Fushë Kosovës, e që ne jemi detyruar me ndërprej. Në mënyrë ilustrative, po ja them vetëm një shembull, ne kemi pasur dikon rreth 450.000 euro në projekt në fshatin Sllatinë e Madhe, Sllatinë e Vogël për të rregulluar dhe adresuar përfundimisht çështjen e pronit dhe të kanalizimit në atë brez, dhe edhe pas fillimit të kontratës, me qenë se mjetet janë marrë, ka met një projekt i realizuar. Po duhet të them që deri sa ka dhënë një fije shkrepse në një anë, ka marrë komplet kutinë e shkrepses në anën tjetër, dhe ne kemi nevojë për një qeveri që do të jetë spaku më miqësore dhe më përgjeshme në raport me komunat. Këtë ajo që besoj jo vetëm komuna Fushë Kosovës kërkon, po edhe komunat e tjera, është që të mos e pengoj në realizimin e obligimeve dhe përgjegjësive që janë dhënë edhe me kushtetut edhe me ligj. Tani kthehemi te pyetja ju, 55 milion euro janë kryesisht e mbi 95%, 96% buxhet i komunës. Është bërë regjistrimi i popullsisë, me regjistrimin e popullsisë komuna e Fushë Kosovës është rritë shumë, dhe komunat marrin grandin qeveritar në bazë të numrit të qytetarëve për grandin e arsimit, marrin numër të nxënësve dhe në hapësira shkodore për sistemin e arsimit dhe pashtu për kapita për numrin e banorëve dhe të formulave për sistemin e shëndetësisë. Meqense se ne jemi rritë shumë, meqense se jemi një komunë që ka hyrje dikon rreth 450-500 nxënësa në vit, mbi numrin e regjistruar në vitin paraprak, meqense ne ofrojmë dikon rreth 400.000 shërbime shëndetësore në vit dhe hym te grupi më i madh i komunave për shërbime, dhe mbi bazë të atributeve të dhëna dhe normave ligjore, nga ky vit tashmë buxheti aprovuar është ka lënë 11 milion për investime kapitale. Nëse këto i shohim për 4 vite, nëse këtu ne afshtojmë edhe të hyrat komunale, të hyra komunale të cilat janë dikon rreth 3 milion euro duke llogaritur edhe gjoba që vijnë nga dënimit, edhe lejet që vijnë nga lejet e ndërtimit, edhe tatimin pron, duke llogaritur edhe detyrimet financiare të cilat qytetarët dhe bizneset ja kanë komunës së Fushë Kosovës, me një ankasim më të mirë do të mund të adresohen. Ky buxhet nuk do të jetë vetëm 55 milion euro, po do të shkojë dikon mbi 62-63 milion euro. Megjithatë, unë kam dashur që me qytetarët të flas shumë drejt, t'ju tregoj konkret që kjo është kuleta minimumi që ka do të komuna e Fushë Kosovës, dhe mbi bazën e këtij minimumi po bëj edhe premtimet elektorale apo premtimet zgjedhore siç njihen. Kemi në përgjithësi kështu si Republikë, kemi të lashe në shëndetësi, kemi të lashe në to. Si ke po, cilat do të jenë hapat e këtu të shëndetësia, zhvillimin ekonomik, veç e thët sportin paka shumë, mirë po këtu pjesë tjera shëndetësia, këtu që janë çështje sociale, ku e ke sistemu në programin e ju edhe a pret që mas 4 vite ato ide që i ki të realizohen, janë të realizueshme? Po e filloj nga kjo e fundit. Unë kam besim të plot që i gjithë programet qeverisë që kemi shpalosur, po vazhdojmë të shpalosim para qytetarëve, do të realizohet plotësisht.
Tani, nëse fillojmë nga sektorët, në sektorin e shëndetësisë janë projekte konkrete për gjithë sektorët, janë bandet e shkruar se ku do të bëhet investime dhe cili do të jetë outputi, cili do të jetë rezultati. Tek shëndetësia, ne do të thotë shumë shpesh sepse pothuajse në përfundim hampim do të thotë një qendër mjekësore të re. Ajo që kemi pa në 4 vjeçarin e ardhshëm është do të ndajmë në objekte veçantë qendrën e urgjencave dhe do ndajmë në objekte veçantë qendrën kryesore stomatologjike, mënyrë që hapësira aktuale e qendrës kryesore mjekësisë familjare të ketë hapësirë më të bashkëshme për kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive tek sektori shëndetësor primar. Mbeten 2 ambulanca të reja në 2 lagje të reja sepse fushë Kosova po rritet dhe me pjesën e qytetit ne e përfundojmë le të themi infrastrukturën shëndetësore. Javën e kaluar kemi hapur laboratorin e dytë, thotë tek shtëpia e shëndetit e dytë në qendër të qytetit, kemi hapur rentgenin e dytë dhe tani kemi 2 qendra distribuimit të nevojave të pacientëve tonë për analiza që të bëjnë qoftë në laborator, qoftë në rentgen. Tek fshatrat, infrastruktura të shëndetësore është shumë e qëndrueshme. Kemi bërë rëmetimet e përgjithshme të ambulancave, kemi vendosur stafin, kemi ofruar edhe shërbimin stomatologjik. Kemi disa fshatra që janë shumë të vogla, të cilat kanë një numër të vogël të pacientëve, edhe në të cilat edhe pse kemi godinat e ambulancave, ato nuk përdoren tashmë, dhe po e shohim bashkë se si do të adresohen që të përdoren për nevojat e fshatit, për qëllime sociale edhe për nevoja publike. Te aspekti social që me lidh me shëndetësinë, ne në programin qeverisës kemi shtëpinë e të moshurve, sepse qyteti jonë i cili për çdo ditë po rritet tashmë ka nevoja të reja dhe duam që të sigurojmë të moshurit që nëse ka nevojë, ata do të kenë një stre, do të kenë të ngrohtë, do të kenë ushqim dhe do të kenë aty ku jetojnë edhe shërbimin shëndetësor, përfshi mjek edhe përfshi shërbime teknike. Kemi një shërbim palliativi që është shumë i suksesshëm. Kemi diku rreth mbi 500 vizita në muaj që zhvillohen në shtëpi. Ky shërbim do të forcohet edhe matutje dhe do të provojmë që gradualisht ta transformojmë le të themi intervenimin e parë mjekësor dhe nevojën e parë shëndetësore të pacientëve tonë në mënyrë të veçantë për gratë dhe për të moshurit, t'i ofrojmë në shtëpi. Dhe pjesa e tretë ka të bëjë me faktin që këto 2 laboratore që kemi në qytet nuk do të shkojmë të bëjmë laboratore për fshatra tjera, sepse duhet të sigurohemi tek cilësia e analizave, sepse është shumë e rëndësishme dhe saktësia tyne, por po ndërtojmë një sistem, kemi filluar një proces digital dhe kemi përfshirë si pjesë e programit tonë, kur mostrat për analiza do të merren në ambulanca, do të transportohen përmes sistemit të brendshëm të shëndetësor, do të kryen analizat dhe do t'ju kthehen pacientëve në adresat e tyre që pastaj të mund ta trajtojnë matutje. Te shkollat jemi në stat pak më të keqe se sa te aspekti shëndetësisë, sepse përkundër që ne kemi ndërtu 3 shkolla gjatë këtij mandati që po e lujmë, numri ardhet e mëdha të popullsisë, ardhet e mëdha të nxënësve e shtrojnë nevojën për shkolla të reja. Kemi klasë të cilat janë të ngarkuara me nxënës dhe të cilat patjetër duhet të zbresin në numrin e tyre për vitet që vijnë. Prandaj në plan programin ton kemi para pa 3 shkolla të reja në qytet që do të bëhen dhe 3 qerdhe të reja. Me këto 3 shkolla të reja, ne do të ulim numrin e nxënësve në klasa, do të ofrojmë kurse shumë më të mira, mirë po nuk do të jemi në gjendje që të ofrojmë mësimin gjithëditor, prandaj nuk është premtimi im mësimi gjithëditor në qytet, por është premtimi im që në 2 fshatra të vogla, aty ku kemi numër të nxënësve, do të pilotojmë gjatë këtij mandati mësimin gjithëditor, do të ofrojmë mësimin gjithëditor dhe pastaj gradualisht në mandatin e dytë me mua apo me njerëz të tjerë nga Lidha Demokratike e Kosovës do të vazhdojnë që kjo të shtrihet edhe në pjesë të tjera të qytetit. Tek sporti, na kanë ndajnë 2-3 ditë që të inaugurojmë qendrën multifunksionale të sportit me 1100 ulse, një qendër shumë moderne e sportit, dhe besoj që do të ofroj shërbime shumë sportezëve që i kemi shumë aktive, shumë klubeve,
ne kemi dikon mbi 35 shkolla të sportit, kemi dikon mbi 45 klube, kemi sporte shumë aktive edhe me këmbë, edhe me duar, do të edhe në volejball që janë në Superligën tonë. Në tjetrin kohë kemi shumë të zhvilluara dhe sportet individuale, edhe boksin, edhe karaten, dhe fushkosova një jetë pashtu edhe për sportin e ping-pongut edhe të basketbollit. Thjesht është një jetë sportive, aktive, dhe kjo qendër ju ka mungu shumë dhe jam shumë i lumtur që ma në fund po e lojmë në dorë të sportesve. Jemi keq dhe kemi para pa qendrën tani multifunksionale të kulture që do ta bëjmë në qytet, një vend ku në rand parë do të kemi bibliotekën e qytetit, hapësira, ku do të kemi vendin për galerinë e qytetit, vendin ku do të kemi për shtëpinë e kulturës, dhe një vend e cila do të jetë pashtu kulm i organizatave që vijnë nga shoqëria civile dhe zhvillojnë aktivitetin aty, deri tek shoqatat e luftës që janë shumë aktive në komunën tonë. Cili është vizioni 4 vjeçar i zotit Osmani për Fushkosovën? Si sheh? Kështu, kur e fillum do të intervistën, thash që vizioni jam është shumë liberal në kuptimin asaj që do të vazhdojmë të joshim investimet të reja në komunë dhe do të jetë një qytet i hapur. Një komunë e hapur për vetë faktin se është porta e kryeqytetit. Në të njëjtin kohë është porta e stacionit kryesor hekurudhor jo vetëm në nivel kombëtar, po edhe ndërkombëtar. Në të njëjtin kohë është porta kryesore e aeroportit ndërkombëtar dhe të vetëm që ne kemi në Republikën e Kosovës. E të njëjtin kohë është ullkryqi 2 autostradave për perëndim edhe për jug, dhe pozita gjeografike nuk të lejon luksin që të thuash që për shkak që ka pak ma shumë bardhag, apo për shkak që po bëhet pak ma shumë zhurmë, apo për shkak që nuk po arrihet të përmbytet një kanalizim në një segment të caktuar të rrugës, ne do ta mbyllim qytetin edhe do ta mbyllim zhvillimin. Jo, përkundrazi, vizioni im është një qytet, një komunë e hapur për investime të reja. Në vërtet, ne kemi përkthy këto te plani zhvillimor komunal që kemi miratu pak më herët për 8 vjeçarin e ardhshëm në kuvendin komunal. Do të kemi një komunë e cila në fund të mandatit tim do të jetë një komunë dikon midis 90.000 100.000 banorëve, dhe do të jetë një komunë e cila do të renditet në 5 komunat më të forta me popullsi dhe me ekonomi në Republikën e Kosovës. Mirë shumë kjo, zoti Osmani, po e kam një çështje pak them. Është aeroporti në Fushkosovë, po e ka emrin aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës. A keni me tentu që këta më janë ndryshu bile që aty me pas një emër në Fushkosovë, aty s'pako me ditë ku po atërojnë? Jo, unë besoj që, me thonë drejt, nuk jam shumë iltar kështu i këtyne emrave tjera. Ne kemi aeroport ndërkombëtar, kryeqyteti jonë është Prishtina, gjithkon aeroportet gjenden në hapësira administrativisht edhe të komunave tjera. Aeroporti pastaj është edhe një çështje nacionale, i takon qeverisë, edhe ne jemi shumë të lumtur që është një pjesë e këtij aeroporti edhe në komunën e Fushkosovës dhe pjesa tjetër në komunën e Lipjanit. Dhe jam shumë i lumtur që aeroporti ka ndihmuar shumë biznese të vendorëve, të venalive tonë, të qytetarëve, të shotrave tonë, që zhvillojnë në atë pjesë të aeroportit, krijojnë të hyra, mbajnë familjet e tyre, pse jo dhe pasuri, dhe ne do ta vazhdojmë që ta ngrisim atutje. Si sheh kundër kandidat, kena një mesazh, cili është vlerësimi për ta kundër kandidatë juaj? Me thënë drejt, jo, nuk kam asnjë mesazh në mënyrë specifike. Sigurisht ata kanë projektuar veten si kandidatë që mund të bëjnë mirë për qytetarët dhe për komunën e Fushkosovës. Unë besoj që ata do të flasin për veten e tyre ashtu siç flasin për veten time. Unë nisa te parimi kryesor kur e filluam intervistën që demokracia lokale është gjë më e shajtë që do ta ruajmë, që ne kuptojmë që do të kemi një shoqëri tolerante ku respektojmë mendimet e tjerëve, qoftë ideologjike, e partijake, e divergjencat e tjera që mund të kemi se si do duket komuna e Fushkosovës në të ardhmen. Unë jam përgjegjës që të flas për veten time dhe për lidhjen demokratike të Kosovës, dhe jam përgjegjës që pas datës 12
të shërbej pa dallim të gjithë qytetarëve të komunës së Fushë Kosovës si kryetari të gjithëve. E fiton Fushë Kosovën? Nuk kam asnjë dyshim të kjo. Qytetarët e komunës së Fushë Kosovës janë shumë të saktë. Në kërkesat që kanë, në zotimet që ata marrin përmes votës së tyre, janë shumë të saktë në analizën që bëjnë se kush më mirë e kush më saktë të qeverisë me komunën e Fushë Kosovës, dhe të njëjtën kohë derisa ne po punojmë për fushatën, edhe nga programet qeverisës shihet që thjesht është ndame në 3 kohë. Është ajo që ka pas të bëjë me ekzaminimin, që ta janë nivojat e vërteta, ajo që ka pas të bëjë me shpalosin para qytetarëve, dhe është faza më e rëndësishme pastaj që vjen faza e zbatimit të këtij programi qeverisës për vetë qytetarët e komunës së Fushë Kosovës. E menon vetën ballotazh apo fitore 50%? Nga klima që ne shohim në terren, nga disponimi që ne shohim në terren, mendojmë që fushata do të mbyllet me datën 12 tetor. Megjithatë, vullneti i qytetarëve do të vendos përfundimisht ditën e diele, dhe ajo për cilën unë jam shumë i sigurt, Lidhja Demokratike e Kosovës do të vazhdojë me qeverisjen në komunën e Fushë Kosovës. Kryetar, nëse kam bërë diçka pa të pyet, lirisht që ku i kamerën drejtoj qytetarëve pse me të votu edhe kërkoja votën. Unë edhe ku po shkoj në takime, janë dëshmitarë vetë qytetarët, u them që unë kam marrë të kjo për të bisedu me juve dhe për të tregu se cilat janë planet e tona. U takojnë qytetarëve që të bëjnë krahasimin midis kandidatëve, të marrin gjithë informacionin e dëshiruar dhe natyrisht të vendosin për votën e tyre. Kështu them edhe në tubime publike, edhe me 10, edhe me 100, edhe me 1000. Ajo për cilën unë jam shumë i sigurt, është që komuna e Fushë Kosovës me më spaku 65.000 banorë, thot me numrin më të madh të biznesit në komunat e tjera, me numrin më të madh të punëtorëve në sektorin privat të punësuar në komunën, në raport me shumicën e komunave të tjera, ka nevojë për një kryetar komune i cili do të ka, le të themi, ekspertizën e nevojshme në kuptim të leadershipit, të menaxhmentit dhe të operacioneve administrative, në mënyrë që këto të përkthehen në rezultate konkrete. Nuk mjafton vetëm të duash, patjetër duhet edhe të dish, sepse këto dy pjesë janë komplementare dhe bëjnë një kandidat serioz për kryetar të komunës së Fushë Kosovës. Faleminderit zotëri. Faleminderit të juve. Pra, e pat emrin Besnik, nuk dha premtime megalomane, i sqaroj të gjitha atër 12 tetorin, mos e menoni gjatë, e keni ditën kur shkoni edhe e qeni të kutia. Të tjerat premtime që dhojnë megalomane, do t'a bëjmë ato këtë, e që nuk më shteten askun, ata dënoni. E ne shihemi në intervistën e radhës.